Ajo që doja të thoja që në kryetarës është që tensioni është legjitim. Edhe me thënë drejtën kështu ka qenë gjithmonë. Legjitim. Gjitha kështu ka qenë për herë. Këto 4 vite, po edhe më herët. Por këtë herë është edhe më shumë se çdo herë tjetër, e këtë seancë patjetër që duhet ishte i tillë. Referuar edhe rendit ditës, domosdo që duhet ketë tension. Diversiteti biologjik apo biodiversiteti natyror apo detar është çështje shumë e rëndësishme. E patjetër po prodhon tension thuajse në rajon po, mes dhe gjithashtu në Europë, po edhe më gjërë sa kaq, përfshi Azinë, Amerikën e kështu me radhë. Patjetër që duhet jeti çështje që na shqetëson. Edhe unë mendoj që për këtë jemi mbledhur, edhe për këtë duhet flisnim sot. Pikërisht për këtë çështje. Java si shkoi ishte dita botërore e bletëve. Dhe natyrisht, është vit për vit e tillë, dita botërore e bletëve. Nganjëherë duket si një gjë pa rëndësi, shpesh ata që se njohin i konsiderojnë bletët thjesht vetëm insekt, e nuk i lidhin po pse ikën në agron? Po pse ikën në agron është shumë e rëndësishme e burr. Ti ishe shumë mijë eurë. Pra, kush nuk ka njohuri për këtë gjë, patjetër që i konsideron bletët thjesht vetëm një insekt dhe harron që ka të bëjë me shumë elementë tjerë që janë drejt jetësor, fund fare edhe me ushqimin. Ushqimi po patjetër që po krijon tension thuajse në çdo vend botës. Edhe për shkak të mungesave të tij, po edhe për shkak të çmimeve të tij. Ndryshimet klimatike që janë prezente kudo, veçanërisht mes dhe, ku po rrisin vazhdimisht temperaturën, ka një impakt kolosal pikërisht mbi këto element jetësor të biodiversitetit apo diversitetit biologjik. Natyror apo edhe detar. Thënë këtë, patjetër që unë doja t'ju ftoja që të flisnim pikërisht për këtë gjë. Ta harrojmë faktin që kemi zgjedhje, nuk kemi zgjedhje, kemi dalë mirë në zgjedhje, kemi dalë keq në zgjedhje, e të merrem me atë që është themelore, se në zgjedhje pa ngrënë nuk shkohet. Në zgjedhje pa pirë nuk shkohet. Dhe natyrisht, ky është elementi themelor jetësor. Në qoftë se ne shkojmë në zgjedhje dhe flasim thjesht vetëm për drogën, për portin, e kështu me radhë, pyetja që mund na vi përballë është po ushqimin. Do flasi kush për ushqim? Do flasi njëri për ushqimin ton? Të gjyshërve, të prindërve, të fëmijëve? E thënë këtë, patjetër që duhet i rikthehemi kësaj çështje me shumë rëndësi. Shqipëria është një vend që ne ku kushton vëmendje kësaj gjë. E dini pse? Sepse pjesën më të madhe të kohës në të gjitha institucionet tona, përfshi Parlamentin e Shqipërisë, e marrin debate komplet pa buka apo debate që kanë të bëjnë thjesht vetëm interesa personale. Këtu të flasësh për zgjedhjet natyrisht është një interes personal. Ka njerëz që kanë dalë keq, ka njerëz që kanë dalë mirë. Ka njerëz që kanë dalë mirë dhe heshtin, ka njerëz që kanë dalë keq dhe vërtasin. Problemi është që a do t'i japim kohë në institucionet tona këtyre problemeve që kanë të bëjnë drejt për drejt me njerëzit. Sa blet kemi humbur nga ndryshimi i klimës? Dhe duhet ta sqaroj për gjithë. Bleta është jetike se bën pjalmimin e çdo bime. Dhe natyrisht në qoftë se ne po stimulojmë këtë gjë që të bëjmë pjalmim përmes bletës veçanërisht në prodhimet bujqësore, tani nuk do ta zvendësojmë dot kurrë procesin natyror që bëjmë bletët. E që në fund fare sillin prodhimin. Asnjë për institucionet tona nuk merret me këtë çështje. Përfshi Ministrinë e Bujqësisë, përfshi Ministrinë e Mjedisit, përfshir detyrimisht edhe Kuvendin e Republikës së Shqipërisë që duhet të ushtrojë kontrollin e tij në raport me mënyrën se si mbrohen burimet natyrore e veçanërisht biodiversiteti. Është një çështje ma besoni që është shumë e rëndësishme. Ashtu si që është i rëndësishëm patjetër biodiversiteti detar. Që në fund të muajit mars rezervat në mesdhe, sipas kuotave, janë ezauruar. Ndërkohë që vazhdon të ketë një shfrytëzim barbar në kushtet kur
i gjithë biodiversitetit detar, po goditet fort nga temperaturat në rritje edhe të ujrave detar. Të gjithë japin alarmin për këtë gjë. Këtu jo, këtu flitet për portin e Durrësit. Dhe s'mendon kërkush që porti i Durrësit mund ngelet pas asnjë gjë nesër. Unë mos jetë as port. Sa kohë që klima po jep efektet e veta. Siç tek numri i bletëve klima po ndikon, siç tek prodhimet bujqësore elektorale klima po ndikon, siç tek bota shtazore klima po ndikon, siç tek njerëzit klima po ndikon. Këtu hiç, këtu problemi është porti i Durrësit. Porti i Durrësit. Dhe pastaj kujtohemi kur shkojmë këtë zgjedhësit dhe flasim për çmimet e produkteve bujqësore dhe elektorale që vinë në rritje. Atu pyes me sa po e blini shalqinin? 1.000 lekë kilja. Pse? Po ja pra po jep impakt klima. Edhe mbi bujqësi. Edhe mbi bujqësi. Po jep impakt. Tani kur çmimet e ushqimeve vinë kështu, në rritje, po pse ne duhet rrim e të flasim për gjëra që praktikisht mund të zgjidhen qetësisht, ashtu siç edhe kolegët e mi të opozitës i kanë adresuar në institucionet përgjegjëse për administrimin e zgjedhjeve. Po shkojnë atje. Ditë për ditë, kasi po merren në shqyrtim pikërisht problematikat e zgjedhjeve. Atëherë na lini kohë të paktën këtu në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, flasim për probleme që janë probleme madhore, e që kanë të bëjnë drejt për drejt me procese jetësore, siç është edhe ushqimi apo ndotja e ambientit. Konvenda flet për biodiversitetin detar. Pa i lumor, që është problemi më i madh sot, që flasim. Vërtet ne i kemi dhënë prioritet vjosës, po brenda territorit tonë. Do ta mbrojmë vjosën edhe jashtë territorit tonë. Se jashtë territorit tonë kanë projekte të tjera për vjosën. Nuk kanë ndërmend ta mbrojnë si lumin e fundit të egër të Europës. Po edhe lumen që kemi brenda vendit, po patjetër që janë problem shumë i madh. Burimet ujore do jenë sfida e radhës që vjen pikërisht me ndryshimet klimatike. Dhe sa kohë që ndodh kjo gjëja, patjetër që do t'i kushtojmë vëmendjen e duhur atyre burimeve pa të cilat çka kuptimi ka politika, sa rita kuptoj. Tjetosh në temperatura 40-50 gradë. Dhe mos ndërmarrësh absolutisht asnjë lloj gjëje lidhur pikërisht me këtë fenomen. Tjetosh me ushqim të kufizuar apo me ushqim me çmime në rritje. Tjetosh me burime ujore të infektuara apo të ndodhura. Çfarë duhemi ne pas? Çfarë duhemi ne? Që duhet merret parlamenti? Për çfarë duhen zgjedhjet tjerë në fund fare? Për çfarë duhen zgjedhjet kur ti s'ke element të domosdoshëm mjetësor? Për çfarë do i flasim ne njerëzve? Çfarë do i flasim ne njerëzve? Unë mendoj më mirë për Bletën se sa për portin e Durrësit. Për të shkuar drejt fundit, kemi hyrë në stilin e zjarreve. Unë do doja vëmendjen e qeverisë për të zbatuar ligjet në fuqi, një pjesë janë miratuar këtu, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për të ndaluar djegjen e tokave me zjarr, sepse nëse nuk duam që ky vend të kthehet gjatë gjithë kësaj vere në tokën e zjarreve, duhet mendojmë tani. Dhe duhet vendosim në rregull pikërisht në këtë proces tani. Dhe e fundit që dua të them, shikoj, mund të themi çfarë do lloj gjëje për zgjedhje. Unë dy gjëra dua të them. Nëse ka zgjedhje të vjedhura, po të vjedhura nga aja ke zhëja, të dhunuara, të gjakosura, dhe nëse ka një parti që i ka bërë gjitha këto, janë zgjedhjet e 96-s, kur në këtë sallë kishte 156 deputet dhe vetëm 9 deputet të opozitës. Ka pasur vetëm një parti që e ka bërë këtë gjë në gjithë historinë 35 vjeçare të këtij vendi. Dhe e dyta, për këto zgjedhje të flasësh për përdorim të burimeve ekonomike në funksion të zgjedhjeve, patjetër që mua më bën shumë përshtypje. Mjafton të shikosh se si plani i tatimeve dhe taksave është i kaluar me disa përqind, pra njerëzve janë grumbulluar parat, ndërkohë që plani i investimeve është realizuar në shifra minimale. Dhe suficiti është suficiti më i lartë që ka pas buxheti i shtetit ndonjëherë në këto vite, që do të thotë shpenzimet janë të kurrë, sepse nuk janë përdorur në zgjedhje, ndërkohë që njerëzve janë mbledhur tatime dhe taksa pavarësisht zgjedhjeve.
Faleminderit.